Në Universitetin Fan Stilianoli në Korçë u organizua një tryezë rumbullakët me temë roli i mjeteve koezive në esenë akademike në gjuhën angleze. Në këtë aktivitet morën pjesë studentë dhe staf akademik, të cilët u angazhuan në diskutime mbi rëndësinë e përdorimit të mjeteve koezive në shkrimin akademik. Qëllimi kryesor ishte përmirësimi i aftësive të shkrimit të eseve akademike, si në gjuhën shqipe ashtu edhe në gjuhën angleze, duke u fokusuar veçanërisht te kjo e fundit. Ka qenë një metodologji shumë standarde, krahasuese, kontrastive, edhe nga pikpamja gjuhësore, pastaj edhe nga pikpamja akademike, dhe kolegët kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, për çfarë më bëhet shumë qefi, dhe një mbështetje e jashtëzakonshme nga institucioni i ADF-it dhe nga IRID-it vet, dhe ata i përgëzoj shumë për një projekt të tillë, që ka ngritur një projekt të tillë. Tryeza shërbeu si një hap i rëndësishëm për të nxitur reflektimin dhe praktikën mbi strukturimin e eseve akademike, duke ndihmuar studentët të zhvillojnë një stil më të qartë dhe më të rrjedhshëm në të shkruar. Në përfundim u ndan edhe çmimet për eset më të mira, duke vlerësuar punën dhe kreativitetin e studentëve në shkrimin akademik.